Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar shpalli vendimin për ish-deputetin socialist Alqi Bllakon, i akuzuar për korrupsion pasiv për çështjen e inceneratorit të Tiranës. Trupa gjykuese e kryesuar nga Rudina Palloj vendosi të dënojë Bllakon me 4 vite burg, por duke përfituar nga gjykimi i shkurtuar, dënimi i ul në 2 vite 8 muaj burg. Gjykata vendosi gjithashtu heqjen e së drejtës për të ushtruar funksione publike për një periudhë prej 5 vitesh, por GJKK ka vendosur lirimin e Bllakos pasi është vendosur shuarja e masës së sigurimit arrest me burg dhe është urdhëruar lirimi i tij nëse nuk ka masë tjetër. Kjo pasi masa e paraburgimit është më e madhe se sa masa e dënimit për Bllakon. Kujtojmë se prokuroria e posaçme kërkoi 5 vite burg për ish-sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllako, i dyshuar si i përfshirë në aferën e inceneratorit të Tiranës. Sipas hetimeve të SPAK, Bllako ka përfituar në mënyrë të tërthortë rreth 119.000 euro nga Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Bllako është dënuar më parë me vendim të formës së prerë edhe për inceneratorin e Elbasanit me 2 vite 8 muaj burg, ndërsa dosja për inceneratorin e Fierit është rikthyer për gjykim nga apeli i GJKK-s.